Një ditë pas protestave dhe incidentit para objektit të komunës së Tetovës me informat ka dalë policia e Tetovës. Sipas sektorit për punë të brendshme në Tetov, pas përfundimit të protestës në qendër të Tetovës, të organizuar nga lëvizja qytetare Eko Guerilla në moton për ajër më të pastër, një grup prej 200 deri 300 pjesëmarrës, kryesisht të mitur, janë drejtuar për në objektin e komunës ku kanë qëndruar afër 30 minuta. Duke brohoritur, ata kanë filluar të gjuajnë me vezë dhe me gurës të vegjël, ndërsa dy herë në trotuarin para objektit kanë hedhur koktejl molotov, por fatmirësisht nuk ka pasur të lënduar dhe nuk është shkaktuar dëm material, ndërsa më pas të gjithë janë larguar, njofton policia. Mëtej në informatën për media, theksohet se për një kohë të shkurtër në afërsi të xhamisë së Pashës është ndaluar dhe ftuar 13 vjeçari nga lagja e Teqe, i cili dyshohet se ka marrë pjesë në hedhjen e koktejl molotovëve. Në praninë e prindit të tij dhe përfaqësuesit të qendrës për punë sociale është biseduar dhe më pas është lëshuar. Në koordinim me prokurorin publik, i cili ka marrë pjesë në hetim, pas bardhjes së plot do të ketë edhe padije adekuate. Sektori për punë të brendshme ka vijuar edhe mëtej me informacione që kanë të bëjnë me trazirat para komunës së Tetovës 2 ditëve të fundit. Të premten pasdite, rreth orës 19 është arrestuar 33 vjeçari M.E, i cili dyshohet se të ejnëten duke protestuar para komunës së Tetovës, ka penguar policinë në kryerjen e detyrës duke tentuar që t'ia marrë kamerën të cilin e ka dëmtuar, ndërsa më pas e ka ofenduar dhe është kërcënuar. 2 orë më pas M.E është lëshuar dhe ndaj tij do të ketë edhe padije adekuate, njofton policia. Në ndërkohë, gjatë ditës së djeshme edhe organizatorët e protestës u distancuan nga aktet e dhunës, kurse më pas edhe komuna e Tetovës doli me komunikat që në të ardhmen të kemi protestë dhe jo vandalizëm, vullnet të lirë qytetar dhe jo agenda apo interesat të ngushta klanore të shfryera përmes dhunës, është obligimi joni dhe i gjithë atyre që janë betuar t'i prinjë një lëvizje që identifikon vullnetin e popullit për mos ta zbehur dhe devijuar atë. Komuna e Tetovës edhe njerë informon qytetarët se do t'i pri procesit institucional drejt zgjidhjes përfundimtare të këtij problemi, duke theksuar edhe njëherë se të gjithë kemi nevojë për ajër, por në të njëjtën kohë edhe për qytetari dhe sjellje qytetare, thuaj në reagimin e komunës së Tetovës.